ka një definicion që është thënë në hadith. Do të thonë, t'ja përmendësh vllajt atë që ai nuk do t'i përmendet, nuk e pëlqen, do të thonë, nëse i përmendet. Kjo është kur ai nuk është prezent, sepse fjala ghibe do thotë mungesë. Pra kur në mungesën e dikujt i përmendet atij diçka që ai nuk ka qejf t'i përmendet, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo është ghibe. Edhe prandaj ka thënë Neveviu rahimahullah, el-ghibatu dhikru al-mar'i bima yakrahuhu. Do të thonë, gibet është përmendja e dikujt, nuk thuhet këtu vetëm besimtar, gjithashtu, mirë po ka dallim mes përgojimit besimtarit dhe përgojimit mosbesimtarit, por në përgjithësi do thotë përmendja e dikujt me diçka që ai nuk e do. Qoftë kjo në trupin e njerëzit, do të thonë i përmendet një e keqe, një emet, ose diçka që ai nuk pëlqen t'i përmendet, qoftë në trupin e tij, ose në fenë e tij, ose në dynjan e tij, ose në vetveten e tij, në kreaturën e tij, apo në moralin e tij, në lidhje me pasurinë e tij, me fëmijët e tij, ose me prindët e tij, ose gruan e tij, ose bashkëshorten e tij, ose dika prej shërbëtorëve ose punëtorëve të tij, ose diçka për rrobat e tij, lëvizjet e tij, buzëqeshjen ose mroljen e tij, domethënë, nëse është ose mënyra e të folurit të tij, ose diçka tjetër. Domethënë, çka përmendet në lidhje me këto aspekte të njeriu, ose diçka tjetër që lidhet me ta, pa marrë parasysh a është përmendur me fjalë ose me lëvizje, me shenjë. Domethënë, gjitha këto duhet ta kuptojmë se gibet nuk është vetëm thënia e fjalës, por gjithashtu edhe bërja e lëvizjeve. Si gjithashtu ka thonë gibeti, siç është me gojë direkt, domethënë përgojimi, prandaj thuhet përgojim në gjuhën shqipe, do thotë që përmendet me gojë, gjithashtu gibet quhet edhe me vepër, ose me shenjë, ose shkrim, ose lëvizje, kur bën njeriu, domethënë ose imiton, ose bën një shenjë kështu me sy ose me kokë për qeshje. Të gjitha këto, ose domethënë ose me shenjë, ose me lëvizje të syrit, ose me isharet me dorë, domethënë çdo gjë që prej cilës kuptohet ky qëllim. Domethënë përmendja e diçkaje që nuk do t'i përmendet ai njeri. Të gjitha këto quhen gibet. Gjithashtu në këtë hyn edhe imitimi. Domethënë, për shembull, ecja duke çalu, ose imitimi i mënyrës së ecjes, ose lëvizjes, ose të folurit. Edhe ky imitimi është gibet. Madje kanë thënë dietarët se ky është edhe më i flliç se sa gibeti me gojë. Domethënë, imitimi me lëvizje, me trup ose me fytyrë ose me të folur, është edhe më i shëmtuar se sa gibeti me fjalë, sepse është, domethënë, edhe më shumë është shqetësim për njeriu, domethënë që përgojohet në këtë rast. Madje kanë thonë edhe nëse nuk përmendet me emër, po nëse thuhet, siç thonë shumë njerëz në të folurit, thonë njëri që ka ardhur sot, për shembull, ose njëri që kaloi, ose njëri që foli, ose domethënë me këtë dhe kuptohet se për kë bëhet fjalë. Domethënë edhe ai që flet e di e ka qëllimin e caktuar kur thot njëri ose një njeri që bëri kështu, domethënë e ka qëllimin e caktuar dhe ai dëgjuesi e kupton për kënë është fjala, edhe kjo është gjithashtu gibet prej harameve më të mëdha.